Javën që lampas në periferi të kryeqytetit u hap Preview Bar Lounge. Kush ishte aty dhe çfarë komente dhanë fytyrat publike për këtë ambient të ri, e ndjekim bashkë materialin e radhës. Make love, don't fight. Let's fuck tonight. Kishte kohë që Prishtinës po i mungonte një ambient relaksues, privat dhe shumë komod për të kaluar një pasdite me shoqërinë, apo një ambient për një kafe e një bisedë në tingujt e muzikës së lehtë. Make love, don't fight. Let's fuck tonight. Tashmë kjo nuk është vetëm një dëshirë, e gjitha është e mundur përmes qendrës tregtare Minimax, e cila së bashku me Don Cafe bashkuan forcat dhe sollën një lokal si Preview Bar Lounge dhe Don Cafe. Preview Lounge është krijuar në konceptin e një birarie, ku servohen pije të ndryshme alkoolike dhe koktej të njohur. Po ashtu për klientët janë në shfrytëzim edhe tavolinat e bilardos. Ky lloj lokali është i ri në kryeqytet dhe duket që do të mirëpritet edhe nga fytyrat publike. Na vetë sa erdhëm, po duket një atmosferë shumë e mirë, kështu që po shpresoj që kanë pas sukses. Edhe ka me qenë një hapje edhe për vende tjera të ngjashme. Don Cafea ka filluar me një koncept të ri, i cili është shumë atraktiv, është në Evropë, e me që ne po dojmë me hyrë në Evropë, domethënë është i përsoardhur për neve. Është vërtet se konkurenca e rrit cilësi, duket që është një lokal jashtëzakonisht i bukur, edhe as më tepër njerëzit që kanë shumë të mirë. Kënaqësi që jemi këtu, edhe kjo shihet që është një investim ndoshta i qëlluar. Prishtina sidomos ka gjithmonë nevojë për gjëra të reja. Ndryshimet janë gjithmonë të mirëseardhura. Në fakt ne pas shumë nevojë me kështu Prishtinën penaltit, tamam në mënyrë perfekte që është edhe ky vend. Mu personalisht më pëlqen tepër shumë, përshë që kanë bërë punë shumë të madhe dhe të latshme. Po çfarë ofron saktësisht kjo kafeteri në kryeqytet? Edhe pse Lounge ka diçka tre, ka edhe emrin e ka si emrin e ka Preview Bar. Domethënë ka view-n që ndallon shumë nga lokale tjera që janë në Prishtinë. Përveç asaj kemi edhe draftet e birave të hapura, domethënë që kemi të gjitha llojet. Duke nisur nga brendet më të mëdha botërore që janë si Kronbacher, Tuborg, Kutadi. Domethënë ne ofrojmë të gjitha birat e hapura ofrojmë në Beer Lounge. Ndërsa Don Cafe nuk është se dallon shumë nga lokale tjera të kësaj marke. Ky lokal ka një veçantë ka pamjen. Pamja është shihet këtë Prishtinë, është diçka më ndryshe se lokale tjera. Dhe është një promovim i mirë i brendit tonë në Kosovë, sepse jemi market leader që 15 vjet, si vetë kemi edhe 15 vjetor në firmës. Ashtu kemi vendosur bëj lokal më të veçantë për tjerë. Derisa të ftuarit po shijonin ushqimet, pijet dhe muhabetet për disponimin e tyre me muzikë, po kujdesej Macchiato Band. Vizitojeni se ja vlen.